Kalojme detarin tani në Kosovë, ku zyrtarët të qeverisë thonë se nuk do të veprojnë në mënyrë të njëanshme për vendosin e autoritetit në veriun e banuar me shumicë serbe, por vetëm në bashkërendim me mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë. Përfaqësues politik të serbëve në veri thonë se Prishtina nuk mund t'ua imponojë atyre institucionet e saj. Nga Prishtina njofton Besim Abazi. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Bajram Rexhepi tha sot se mekanizmat vendas të sigurisë janë të gatshëm të veprojnë për vendosjen e sundimit të ligjit edhe në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, por vetëm në bashkërendim me mekanizmat ndërkombëtar. Që nga mesi muajit kaluar, grupe protestuesish serb kanë mbajtur të bllokuara disa rrugë në veriun e Kosovës në shenjë proteste ndaj arrestimit të një pjesëtari të komunitetit serb të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Përfaqësues politik lokal serb thanë se protesta do të radikalizohen nëse deri të martën me 7 qershor nuk lirohet i arrestuari, ndërsa kanë kërkuar, siç thuhet, që banorëve të veriut të mos ju imponohet ligji i qeverisë së Kosovës që serbët nuk e njohin. Zyrtarët e Ulesjes thonë se pakënaqësi duhet të shprehen nëpërmjet rrugëve të ligjshme, duke bërë thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb të heqin dorë nga bllokimi i rrugëve. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi tha se policia është e gatshme të mbështesë Ulesjen dhe KFOR-in në veri nëse një gjë e tillë kërkohet prej tyre. Ai tha se policia e Kosovës ka fuqi të mjaftueshme të ndërhyjë për të ndërprerë veprimtaritë e paligjshme në veri. Mirë po çdo veprim i njëanshëm i institucionet tona, i agjencionit ton, pa një koordinim me Euleksin dhe KFOR-in, e din se na kthen mrapa në shumë aspekte. Prandaj duhet i koordinojmë, është rrugë më e gjatë, po tjetër zgjedhje nuk kemi. Veri u vazhdon të jetë jashtë kontrollit të autoritetit të Prishtinës për shkak të mospajtimit të pjesëtarëve të komunitetit serb me pavarësinë e Kosovës. Autoritetet thonë se ajo zonë kontrollohet nga strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi, duke kërkuar bashkëveprim me autoritetet ndërkombëtare për menjanimin e tyre. Faktori ndërkombëtar është më i kujdesshëm, përdor forma pak më të ngadalshme, edhe të bindje politike, dhe në vendosjen e sundimit të randit dhe ligjit kemi dallim, që unë shpesher them se çdo ditë është e përshtatshme vendosja e sundimit të randit dhe ligjit. Ndërkombëtarët kanë edhe politika tjera që involvojnë për arsye se ju përgjigjen edhe shteteve që i kanë dërgu këto në këtë pjesë. Dhe na konsistojmë në ata që duhet të largohen strukturat ilegale të sigurisë, të shpërbahen strukturat paralele, të organizohen zgjedhjet konform pakos atisare dhe të kemë partner legal me cilët mund të bashkëbisedojmë. Ndërkaq se autoritetet serbe kundërshtojnë çdo përpjekje për vendosjen e autoritetit të Prishtinës në atë zonë, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka theksuar se Prishtina nëpërmjet trysnive në veri po përpiqet të forcojë pozitën e saj në bisedimet aktuale me Beogradin. Sipas tij, serbëve në veri nuk mund të imponojnë institucionet e Kosovës me që ato nuk gëzojnë bashkëpunimin e banorëve serb. Ata tash kanë një numër të vogël të bashkëbiseduesve në mesin e serbëve në veri që është në 1% dhe me këtë përkrahje ose mos përkrahje, ata nuk mund të imponojnë qëndrimet e tyre dhe as institucionet e tyre, ka thënë zoti Ivanović. Gjendja e pandryshuar në veri që nga përfundimi i luftës në Kosovë ka bërë që të shtohen edhe zërat që nxisin ndarjen toksore të Kosovës, ide këto që janë hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare, por edhe autoritetet ndërkombëtare, të cilat përsërisin se veriu është edhe do të mbetet pjesë e Kosovës, por zgjidhja e tij do të jetë temë e bisedimeve që po zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.